Mesditën e kësaj të hënë mbahet seanca gjyqësore ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Gjykata e posaçme e kundër kripim të organizuar do të vendosë për kalimin ose jo për gjykim të çështjes. Seancat për Veliajin janë zvarritur vazhdimisht. Seanca e 5 janarit u shtyp për këtë të hënë dhe shkaku bë mungesa e Veliajit, i cili pretendoi se nuk e kanë çuar në kohë në seancë, si dhe mungesa e mbrojtësve ligjor. Ndërkohë, po në 5 janar, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve reagoi duke hedhur poshtë pretendimet e kryebashkiakut Erion Veliaj. Në reagimin publik, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve sqaroi se pretendimet janë të pavërteta dhe se e kanë njoftuar në kohë Veliajin për përgatitjen dhe nisjen drejt seancës gjyqësore. Mjetet e policisë së Burgjeve kanë qenë të pranishme në ambientet e IVP-s në kohën e parashikuar. Në momentin e njoftimit, Veliaj ka refuzuar të dalë, duke pretenduar se mjeti i policisë së Burgjeve ishte vënuar. Po ashtu, edhe SPAK ka patur një reagim zyrtar në lidhje me shtyrjen e vazhdueshme të seancave nga Veliaj, duke theksuar se janë të pajustifikuara. Këto janë taktika që kryebashkiaku Veliaj i përdor për të mos u përballur me akuzat dhe provat në gjykat. Deri dje pretendonte se mbahej në burg pa akuzë, ndërkohë që tashmë ka akuzë, ka dokumente, prova, fakte të quara në gjykat me një dosje rreth 60.000 faqe. Mbi kryebashkiakun Erion Veliaj rëndojnë 13 akuza, 9 për korrupsion, për shpërdorim detyre, për pastrim të produkteve të veprës penale, për fshehje të pasurisë dhe për futjen e sendeve të ndaluara në qeli.